Fusha sportive rishqitëruesi është duke shkuar drejt licencimit nga ana e Federatës Shqiptare të Futbollit. Vëzhguesit e federatës kanë qenë të pranishëm në fushën rishqitëruesi, ku kanë inspektuar punimet e realizuara deri më tani. Vëzhguesit nuk kanë të drejtë të japin asnjë konkluzion, por do të raportojnë pranë komisionit të federatës e më pas do të merren parasysh punimet e realizuara nga komisioni. Por Star Plus arrin të mësojë edhe nga drejtuesit e skuadrës se deri më tani janë plotësuar të gjitha kushtet, duke mos patur asnjë problem serioz për mos zhvillimin e ndeshjeve të ekipit të Vllaznisë. Vllaznia ka plotësuar të gjitha kushtet, ku janë lënë 3 gjëra shtesë për të realizuar. E para kërkesë është shtrimi i rrugës hyrëse në fushën rishqitëruesi me asfalt. Kjo natyrisht mund të marrë pak kohë pasi realizohet me tender të bashkisë. Ndërkohë, porosi është lënë një rrjet që të vendoset tek tifozët, gjë që realizohet brenda 2 ditësh. Po ashtu, është kërkuar edhe ngritja e disa platformave për mediat që do të transmetojnë live ndeshjet e Vllaznisë dhe kjo kërkesë do të realizohet për pak ditë. Pra, duke marrë parasysh edhe kërkesat e reja që nuk kanë të bëjnë drejt për drejt me kushtet e zhvillimit të ndeshjes, pasi tashmë janë realizuar të gjitha, shanset që fusha rishqitëruesi të licencohet janë të mëdha. Tashmë mbetet për të pritur vetëm vendimi i komisionit në Federatën Shqiptare të Futbollit.